Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, falni, në kanalin Monitor TV. Sot do të vim me lajmin e ditës së djeshme që në fakt pushtoi median Ros, por edhe median informative. Aktori i njohur Elvis Pupa u bë pjesë e lajmeve të mëdha në Australi për një aratisje, për përndjekje të një lëndje për mbjelljen e 43 lëndëve, pemëve të lëndëve narkotike të tipit kanabis. Në një linjë telefonike të drejt për drejt nga Australia, bashkëshortja e Elvis Pupës për dritare TV të Rudina Xhungës dha disa informacione, por tha derisa jemi në hetime sipër nuk dua të bëj ndonjë problem. Nga informacione që dha, tregoi që në apartamentin në Australi të Elvisit edhe bashkëshortes së tij, të cilët e kanë bler dhe e kanë pasdhënë me qira këtë apartament, personat apo qiraxhit, siç i quajmë ne në gjuhën popullore, që kanë jetuar në atë apartamentin, ato e kanë bërë komplet këtë mbjellje, nuk ka patur gisht Visi apo bashkëshortja e tij. Por në policinë australiane rezulton që Elvis Pupa është aratisur, dërsa e shoqja e tij ka qenë disa herë prezente në prokurori për të dhënë deklaratat për rastin që ka ndodhur. Por Elvis Pupa ka reaguar ditën e sotme në Instagram, ku çuditërisht ky postim është fshirë menjëherë nga Instagrami. Të dashur miq, ndjekës dhe bashkëpunëtor, jam i detyruar të reagoj pas disa lajmeve të pavërteta dhe keqdashëse që po qarkullojnë në media, sipas të cilave unë gjoja jam aratisur dhe ndodhem në kërkim. Dua të bëj shumë të qartë, prej më shumë se një muaj ndodhem në Tiranë, ku po zhvilloj angazhime të rregullta profesionale të planifikuara në Shqipëri edhe më gjerë në Europë. Çdo përpjekje për të paraqitur këtë status edhe këtë situatë ndryshe është një manipulim i pastër i informacionit, një keqinterpretim i qëllimshëm që synon të bëjë lajm aty ku nuk ka asnjë gjë të jashtëzakonshme. Sa i përket bashkëshortes sime, Belinës, ajo vazhdon aktivitetin e saj profesional dhe është plotësisht e lirë. E gjithë situata që po trajtohet aktualisht është pjesë e një procesi ligjor që është ende në zhvillim dhe siç është shprehur ajo vetë, i takon drejtësisë të flasë fundit. Fatkeqësisht, kemi parë një keqpërdorim të rënd të lajmit me qëllim sensacionalizimi dhe klikimi, ku deformimi ka marrë vendin e të vërtetës. Jetët tona janë publike, por kjo nuk jep askujt të drejtën të abuzojë me dinjitetin e njerëzve. Jeta vazhdon normalisht me punën dhe përgjegjësitë tona të përditshme. Ne do të përballojmë çdo situatë me qetësi, transparencë dhe respekt për të vërtetën. Faleminderit për mirëkuptimin dhe mbështetjen që shumë prej jush na kanë treguar. Ky ka qenë në postimi i Elvis Pupës, i cili fatkeqësisht nuk është më në Instagramin e Visit. E kontrollova që parë, do ta kontrolloj edhe një herë tani. Nuk ekziston më si postim. Do me thënë, Elvis Pupa e ka hequr këtë postimin ditën e sotme. Kjo tregon që Visi dhe bashkëshortja e tij janë shumë mirë. Sipas Visit, lajmet janë të reme që Visi është në aratisje dhe është në kërkim, por ai ndodhet në Shqipëri ja një muaj, me patjetër që policia e Shqipërisë e ka shumë të lehtë për ta verifikuar këtë gjë, sepse ekziston data kur Visi ka hyrë në Shqipëri dhe janë gjëra të gjitha transparente të menjëhershme. Nuk ma merr mendja që Visi të gënjen për këtë pjesën, do me thënë, nga policia australiane nuk është se ka dalë një deklarat që Vis Pupa është në kërkim. Kjo ndoshta mund të ketë ndalur nga lajmet Ros. Ju siç e kuptuat, Visi dhe bashkëshortja e tij janë shumë të lënduar dhe shumë të prekur nga keqinterpretimet që janë bërë në këtë histori. Por gjithsesi ne do ta ndjekim këtë lajm në detaje dhe do t'ju sjellim ngjarjet dhe të rejat më të fundit. Deri më tani, lëvizjet dhe deklaratat kanë qenë po këto të Visit dhe bashkëshortes së tij.